Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndesim nga kjo studio, duke uruar një ditë plot shëndet dhe mbarësi. Të ndalesh në shumë aspekte jetësore, por në aspektet kulturore, aq më tepër, në ato vepra që i kanë rezistuar me një triumf madhështor shekujve, është jo thjesht kënaqësi, është të frymëzohesh çdo ditë nga ato, pikrisht. Sot do të ndalemi në një vepër madhore muzikore, siç është Simfonia 9 e Beethovenit, e cila vjen përmes një botimi ose një përkthimi të librit të Harley Sack, Sinfonia e 9, Beethoveni dhe Europa e shekullit të 19. Me mua sot në studio është profesor Halit Shpuza, një qytetar i nderuar i qytetit tonë, kontributi të cilit përfshin fushat e mësimdhënies në shkollën e mesme pedagogjike si profesor i muzikës, por edhe i njohur si instrumentist në fizharmonik dhe në trombon si pjesëmarrës në orkestrën simfonike dhe në orkestrën frymore të qytetit. Ai është përkthyesi i këtij libri që i drejtohet një njeriu të madh dhe një prej veprave më madhore, siç është Sinfonia 9 e Beethovenit. Profesor Haliti është me mua në studio. Mirëmëngjes, profesor, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta. Ju falenderoj shumë që keni pranuar ftesën tonë për të qenë pjesë e mëngjesit shkodran. Unë ju që një thjellë. Në fakt të drejtohesh një libri të tillë, por për më thellë, një vepre të tillë madhore dhe një njeriu të madh, siç ishte Beethoveni, është një ngasje e brendshme, ndoshta një shtysë jo vetëm shpirtërore, por shumë kulturore, që ka dimensione të pamata dhe që rrok dëshirat më të mëdha njerëzore, siç është muzika e Beethovenit. Si erdhi tek ju dëshira për të marrë, për të përkthyer, për t'ia sjellë lexuesit shqiptar një vepër të tillë? Në thënë drejtën, nuk kam menduar asnjëherë se do të merrem me këtë. Do të shkruaj diçka ose do të përkthej nga literatura e huaj në inglisht. Sepse kam kënë më shumë i lidhur me sportin, fillimisht jetës time, mandaj, po gjithmonë edhe me muzikën. Edhe e kam ngryz, domethënë, aktivitetin tim shoqëror si mësues muziket dhe instrumentist i orkestrës simfonike të Shtëpisë Kulturës atëherë. Jetova një 13 vjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një herë rastësisht një vetrinë, një librarie, pash librin të ekspozuar atje dhe më tërhoqi me herë, bile fillimisht pash figurën. Është fytyra Beethoven në libër. Atëherë lexova titullin dhe u futa me herë me shumë dëshirë, e mora pa diskutuar fare dhe mos e lexova librin me një frym, mund të them. Sa po e marrova, vendosa unë këtë libër do ta përkthej sepse jam i bindur që lexuesi jo vetëm muzikantët, po muzikdarësit, edhe intelektualët të jeshtë, po që arrin të kuptojnë pak nga muzika, do të jenë të kënaqur ta kenë këtë libër, ta lexojnë. Thënë drejtën, fillova me përkthy para 4-5 vitesh. Ata ka dalë pa mua kur kisha kohë. Dhe përfundimisht e hodha në kompjuter nga e keqja e madhe që po jetojmë këtë ditë, pandemia. Në Velipoj kam një shtëpi dhe qysh mars kam jetuar atje deri në tetor. Atje kisha kohë mjaftueshme, edhe e hodha në kompjuter, vajza e redaktoi. Vajza juaj që quhet Bora. E përshëndesim Borën. Edhe kështu që libër
ndryshimi e më kthyer në libër që unë jam i kënaqur me punën, nuk di sa kam arrit me shprehjen e këtij libri, se shumë njerëz, historian të muzikës, ose kompozitor, ose muzikanta, e kanë shprehur në forma të ndryshme që të merresh me Beethoven është një nisëm e vështirë dhe e rrezikshme, bile thot Berliozi një vend. Prandaj thot unë s'kam kurrajën të hinj të merrem me Beethoven. Ndër më madhorët e muzikës. Unë nuk kisha këtu krijimtarit mirë fill, unë isha thjesht përkthyes edhe kisha shumë më lehtë se sa. Po ta sjellësh tek lexuesi është një mjeshtri e veçantë. Ju e sollët në një kohë të veçantë, në prag të 250 vjetorit të lindjes kompozitorit të madh. Dhe duke ju drejtuar pikërisht kësaj vepre, e cila të gjitha veprat e Beethovenit, ai ka shkruar 9 simfoni, 5 koncerte për piano, një numër të pafund të sonatash, e tjerë vepra që kanë mbetur. Por simfonitë e tij më të përmendura janë simfonia e 3 heroike, simfonia 5 dhe 9. E 9 është himni i Europës, ajo që është 72-shin. Pra, madje ajo është një simfoni e jashtëzakonshme, e mbështetur mbi Odën e Gëzimit të Schillerit, është e para simfoni që ka dhe vokal. Gjë që e bën akoma më të afërt. Ndërkohë që pikërisht partitura e saj e ruajtur në bibliotekën gjermane është marrë në mbrojtje nga në fondin e kujtesës dhe të trashëgimisë kulturore nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Një vlerësim i parë i këtij lloji. Pra është një vepër shumë dimensionale. Ju thatë që vërtet një që i afrohet për ta prekur ka riskuar në një farë mënyrë, por besoj se keni qenë shumë i suksesshëm duke ju drejtuar këtij libri. Besoj se ka të veçanta që lidhen pikërisht me lindjen e kësaj simfonie, me shkrimin. Kujtojmë që Beethoveni e shkroi atë në kushtet e humbjes së dëgjimit dhe shkroi një nga kryeveprat botërore të tij dhe të mbar muzikës botërore. Çfarë të veçantash paraqet libri që ngjallin shumë interes? Më përmend vetëm një fakt, që Beethovenin janë mundu ta kenë të tynën edhe politikanët. Po çuditshme është se të gjithë krahët e politikës, Hitleri, qeveri të djathta, Mussolini, Stalini, tanë kanë dashur e kanë përdorur Beethovenin. Domethënë, ky u bë si flamur i politikanëve që edhe në ceremonitë e mëdha, në nshrimin e një paqe, themelimi i Kombeve të Bashkuara, u pranu hymni i Europës në 72-shin. Shumë aspekte tjera të rëndësishme ilustrohen me simfoninë e 9 kryesisht. Kryevepra. Që hala nuk e diskuton kush që ajo nuk është vepra më e madhe në fushën e muzikës. Pra këtë difton mallështinë e Beethovenit. Tash ky njeri që me mendu se ka një jetë shumë të vështirë, ku nga dita në ditë diskutohesh me mbledh parat, me pagu qirane e shtëpisë. Jetesa. Edhe kjo shtëpi gjithmonë ishte në papafingo, në katet më të larta dhe më të lira, sepse ky s'përballote. Ky s'përballote kishte një dikën të ndihmonte për punën e shtëpisë, edhe të hyshe atje, thot autori, aty gjithmonë gjeshe një lamshëllek, tavolina të pafshime, 2 gisht pluhun për mi piano, shishet thyme, pjatat pa lame, teshat hedhur. Ashtu siç rëndom ndodh me gjenit, sepse ata i drejtohen. Po disa kanë pas mundësi financiare, kanë pagu parat e dikush ja ka rregulluar këtë punë.
Po ky si kishte, edhe përdorte shumë herë për me prit njerëz një kafe që i kishte në shtëpi atje diku, edhe dije, fillimisht njerëzit kur e kërkoshin shkoshin kafe, ma para aty i bante edhe shumicën e takimeve. Se edhe miqtë e tij skandalizoheshin kur hyshin ndonjëherë aty në atë dhomën e Beethovenit. Një fëmijë të vështirë, shumë vështirë, me një bab pianec, nana i vdes herët, edhe atë pa të dhimbje të madhe, edhe një moment shprehet si kur të kisha mundësi me thirrë edhe herë me emrin nanën time dhe ajo të më dëgjonte mu, do të isha njeriu më i lumtur në botë. Po, kështu është jeta, lindin bën, qyteti i vogël Gjermani asaj kohe, me 10.000 banor, domethënë. Në një moshë caktuar, mos i ofruat 20-tave, nuk e dihet kush e financoi me bën një udhëtim në Vjenë. Vjena ishte metropol evropian, po me 250.000 banor, me një jetë artistike shumë të pasën. Edhe atje me një herë ranë sy, ky gjeni, deri një farë moshe ky nuk kompozoi. Si Mozarti, për shumë, filloi shumë herët, filloi shumë herët, edhe Schuberti po ashtu. Po, lutë mirë në piano, lutë në viol, jepte mësime, filloi me dhanë koncerte, i nxitur nga mësuesi i tij, kompozoi një marsh, diçka shumë të thjeshtë një herë, po panë që aty ka vlera, ka intuit artistike, ka një shifet perspektiva një njeriu që do të bëjë karrierë në atë fushë. Unë nërprekja me vdekjen e nanës u kthy në Bonn, aty najti disa kohë, punoj punë të ndryshme, po gjithmonë të lidhuna me muzikën, po e pau që aty ky s'do të kishte mundësi që ndjente ky që kishte energji, kishte kapacitete të ndrydhuna në trunin e tij, në veshin e tij, dhe u kthy prap në Vjenë. Në Vjenë mandej ky filloi të bëhet i njoftën. Unë njoftë me Mozartin, unë njoftë, bile mendohet që ka marrë disa mësime prej Mozartit. Dhe filloi kompozimet e para. Natyrisht Deri atëherë, të rëndësishëm. Deri atëherë muzika që preferoi nga elita muzikore që quhej në gjuhësit e kualifikuar, domethënë, ishte hala opera. Sidomos Rossini po bante ishte një kompozitor më të preferuar të kohës. Po Beethoven asnjëherë nuk ishte dakord me pranu që opera është kulmi i muzikës. Bile filloi me një farë në investimet, me dhanë konsiderata për muzikën italiane që kam rritë vetëm deri këtu te opera, dhe po opera është gjanë lehtë për mendimin e tij që nuk shpreh emocionet fuqishme, aspiratat fuqishme dhe flitet pak me nënvlerësim. Megjithse, si muzikant Rossinin e lavdëronte, nuk ja ishte vlerat që kishte, por për majtja muzikës që shkruajti Rossini nuk mund të krahasoj me një simfoni, për shembull. Dhe këtë debat e pat edhe me Verdin. Bile arrin t'ja mushme edhe në Verdit që Gjermant janë për muzikë të kultivume, të mirë fillti, instrumentale, dhe italianët let meten te opera. Aq e kanë, si më thanë ata, edhe kualitetin e kompozimit edhe të nëgjuzëve. Nëgjuzë italian është mjaftohet, si më thanë, me këto. Koha e njerëzve të mëdhenj në muzikë, mjeshtra. Tash i Beethoven i takon periudhës nga 1802 deri në 1813 është periudha e mesme e krijimtarisë të tij, që quajnë muzikologët.
ku ai dha kryvepra. Një prodhim të arriti jashtëzakonshme që vetëm me Mozartin edhe me Schubertin mund të krahasohej. Ajo periudhë i dha bocë vepra amadhore. Veprat më të mëdhaja që mund të ketë kriju Beethoven në historinë e tij. Në këta vepra hynë sigurisht 9 simfonit, 5 koncertet, koncerte për piano, kuartete, sonata me shumicë, muzikë për meshat, mesha solemne që është një ndër kryeveprat e muzikës religjioze. Po gjithmonë ishte i pakënaqur nga krijimtaria vet. Ai pretendonte që edhe e thot ky autori, thot Beethoven ishte një rishkrues dhe stër rishkrues i muzikës. Pra e kalote në një filtr, bate një perfeksionim të asaj që shkruante, derisa ishte i bindur që unë tash për tash kaq mund të bëj. Kur arrite këtu, atëherë e çote veprën. Ishte laboratori i tij. Ky bate një përpunim të tillë, se gjithmonë në ndryshim me paraardhësit ose bashkëkohësit e vet, ky gjithmonë e kishte mendën të metej në historinë e muzikës. Ky punonte edhe për pasardhësit. Këtë mundësi ja dha edhe mënyra se si ky i kishte marrëdhëniet me krijimtarinë. Mozarti e tjerë bashkës kompozojshin me porosi. Një vend, ose një familje, ose mreti, ose dikush, kena këtë vend do në një kompozim. Edhe luaj ai edhe mete atje. Beethoven kishte një mendim tjetër. Jo, muzika jeme do të metet në histori dhe do të ketë ndëkimin e vet të pasardhësit, edhe gjë që u vërtetu se me të vërtet u realizua ajo, dhe sa vjen edhe gjithmonë shtohet vlera, sepse stresimi i emocioneve të njerëzve, të brezave, ban punën e vet si një monument historik. Edhe thot një vend, një historia e muzikës. Simfonia 9 nuk ishte monument historik në momentin kur u lujt. Bile shfaqja parë që shumë e suksesme, 7 maj 1824. Shfaqja dytë u bën me 23 maj dhe ishte salla përgjys. Është e çuditshme. Në kohë thot edhe koha bukur e mirë që ishte pranvera, njerëzit preferuan me kaluar ditë jashtë, po përfundimisht edhe ky e mori veprën edhe në raft. Po tashmë thot ky Harvey Sachs, aja vepër nuk pat pa nevojë as për Beethovenin, ajo eci vet në fillim avash dhe mandaj me vrull derisa pushtoi krejt Europën. Vështirësi i patë sigurisht. Berliozi hoqi shumë keq me e mësu me në gjuhën francez me këtë vepër. U dash me organizu koncerte me mund të madh, derisa në gjuhën muzikantë të mirë dhe atëherë u bë pronë edhe Francës. Se Franca ishte pak fanatike, kujtohet se është qendra e Europës për artin e për. Profesor, në fakt duke referuar edhe fjalës suaj, edhe asaj dëshire të madhe që kanë njerëzit e politikës, por të gjithë rrethet kulturore, muzikantët e mrekullueshëm të kësaj periudhe. Bindemi në atë thënien e madhe që Beethoveni e ka lënë të skalitur. Muzika duhet të ndezë zjarrin e shpirtit të njerëzve. Dhe vërtet muzika e Beethovenit është e tillë. Ju sapo thatë që ajo nuk është një muzikë e blerë, një muzikë që i dedikohet një njeriu ose një tjetër, një rasti apo një familje të madhe. Ajo i drejtohet gjithë botës. Vetjeta e Beethovenit është e tillë që përshkon të gjitha nuancat më të holla njerëzore, të shpirtit të njeriut. Këtë i gjejmë në muzikë, duke filluar nga
pianissimo, piano, e deri në nuancat më të forta, të fortissimos, gjë që e bën veprën e Beethovenit shumë të ndjeshme. Kjo i referohet edhe personalitetit të tij, i cili është një personalitet i palkundur. Ai asnjëherë nuk ka qenë servil Absolutisht jo. të mëdhenjve të kohës, të mbretërve. Madje ai ka pasur polemika edhe me njerëz të tillë që janë bërë shërptor të oborreve, që kanë shkruar edhe njerëzve të letërsisë. Ai është bashkos me Goethen, me Schillerin, gjë që i referohet të një personaliteti shumë të fuqishëm njerëzor, apo jo, profesor? Kjo që thoni është shumë e vërtet. Beethoveni patë edhe periudha heshtje, gjatë që Nietzsche thot kjo është një fenomen krejt i zakonshëm në gjenit. Por ata asnjëherë s'duhet t'i tremen periudhës, kur nuk kanë frymëzim, kur prodhojnë pak. Megjithatë, periudha mas 813 deri në 827, kur prodhoi Simfoninë e 9, që quhet periudha më pak e frutshme e Beethovenit. Vetëm po të lexosh 7-8 vepra të mëdha që shkrojnë këtë periudhë gjoja jo të frutshme, edhe vetëm me këta i do të metej gjenin muzikën botërore, thot Harvey Sachs. Beethoven nuk e sforconte veten. Kur merr parë, me bajnë... Do të detyrohesh ta kryesh atë punë. Ai pos pat muzën, pos pat ngacmimin artistik, ai s'ulej me shkru. Ai nuk ishte edhe një person manjak depresiv, kështu që në muzikën e tij shpreh vështirësitë e jetës, përditshme të atij. Idetë artistike ishin problem në vete për Beethoven. Ishte person që të rrihiqej nga ngjarjet e mëdha. Ai vlerësote jashtëzakonisht herojnë në histori. Edhe thote, këto janë njerëzit që e bajnë botën me ecë. Domethënë ishte kundërshtim komplet me teorinë marksiste që masat e bajnë historinë, po këta s'kishin lind hala në atë kohë. Po këtë thote vetëm shkenca dhe arti mund ta çojnë njeriu në nivelin e Zotit. Klerikët e një feje ateiste e qunë kë, domethënë të artin vetë, e qunë artistat po bëhen thot klerikët e një feje ateiste. Është interesante kjo, domethënë e ngritur në kult pikërisht rolin. Edhe kjo është e lidhur sigurisht edhe epokat, periudhat historike ndikojnë tek gjenit edhe anasjelltas. Që diskutohet këtu, ishte nxit ideja e lirisë mas revolucionit francez e tjerë, dhe diskutohet atëherë, a ishte romantizmi që nikoi në zgjimin e kësaj ndjenje, apo kjo ndjenjë nxiti romantizmin. Dhe autori thotë romantizmi nikoi shumë në zgjimin e kësaj ndjenje. Dhe pavarësisht revolucionit francez dhe shtoj e tjerë, po idetë e tij me njëherë dhe qeveritë demokratike që na gëzojmë sot, e kanë burimin qysh atëherë, dhe periudha e romantizmit e ndihmoi shumë zgjimin e shoqërisë njerëzore, dha rezultatet në Europë. Ishte një periudhë e lëvizjeve të mëdha, por edhe njerëzve të mëdhenj. Është pikërisht kjo periudhë që ka të prodhimtari të pavdekshme. Si pasqyrohet në libër, pikërisht Europa e njëkohësisht me Beethoven, për shembull Hegeli, filozofi i madh, shkroi fenomenologjia e mendjes. Në Rusi, sa po kishte fillu Pushkini, romantiku i madh, rebel, burgos internu prej carit, kthy prapë etj. Në anë tjetër Bajroni
kishte shkruar Çajt Haroldin, edhe ditën që po do të shkruaj atë javë që po ishte përgatitej ajo premiera Simfonisë 9 në ishulli Mesolongi i Greqisë në Arkivol po transportohej trupi i Bajronit. Po nën tjetër kishim Shtramundanët, Goethen, Schillerin. Goethe është Wilhelm Telli, është Fausti i Goethes, është Schilleri me Wilhelm Tellin, tjerë. Pra, nuk ishte një fenomen i shkputur i periudhës Beethoveni. Ndoshta me ndonjëherë s'kishte asnjë farë komunikimit, po komunikimi ekzistonte në krijimtari, në vepra. Këta ishin ato që i dhanë impulsin romantizmit të kohës, edhe që dikur shumë edhe në politikën e në historinë e Evropës, sigurisht. Tash Beethoveni ishte, ai arrin deri këtu, kërkote pavarësi. Dhe thot, kush është ai që do të diktoj mu se si të shkruaj muzikë? Kush e marr përsipër një përgjegjësi të tillë që të ndiftoj mu se artisti duhet të jetë i shkputur, mjafton që të pasojë mendimet e veta, filozofike, artistike e tjerë. Përndryshe nuk mund të kuptohet suksesi jashtëzakonshëm. Vjen problemi tek vështirësitë e jetës tij. Nuk ishte kollaj në atë kohë me vënë skenë një vepër me përmasa të tilla. Sepse Beethoveni gjithmonë, nga që kishte ide të mëdha, po kërkohet edhe mjete teknike për me i shpreh këta ide. Për shembull, orkestra që më e madhe që ekzistonte në atë kohë në Vjenë ishte me 40-50 persona, nuk ishte një orkestër simfonike. Nuk ishte një dirigjent mirë fill, të shkolluar për dirigjim, po delte një muzikant ku ishte më i miri, nuk ishte një drejtor artistik, nuk ishte një kors profesionist. Dhe këta qenë vështirësi të mëdha për Beethoven. Ai arriti të mbledh një orkestër që mendohet këtë ka nga 80 deri 100 vet, po ku gjysa gati ishin diletanta. Kjo krijonte vështirësi të mëdha në provat, në përgatitjet, korin, gjithashtu. Ishte i pari që vendosi dhe madje është e vetmja vepër, nuk e di nëse sa e sakt jam, por që i pari që futi vokalin. Absolutisht, nuk ishte provuar në simfoni vokale, asnjëherë. Simfonike nuk janë me vokal. Kërkote solista nëpër Vjenë, nëpër Austri, provoj një, mirë po e thash edhe një herë që idetë e mëdha kërkojnë edhe mjetet teknike, artistike, më të mëdha. Shkrute nota akute, shkrute pasazhe teknikisht të vështira. Kjo ja vështirësoi shumë sa që disa herë që gati me elan punën se shiftet pa mujtën, po kishte disa miq aty që e kuptoheshin mirë, edhe e mbështeteshin dhe i jepshin kurajo që duhet çu deri në fund kjo vepër. Këtë ja vështirësonte shumë edhe problemin e gjimit. Kjo ishte kulmi se komunikimin e kishte të merr komunikimin me njerëzit. Kja bëte me kanë ma një ashtu i vështirë në komunikim, humbte qetësinë shumë herë. Bile pretendote gjithë shap, edhe në premier, me partiturën e veçantë aty rrite, pretendote me dhanë edhe në një atak, ku me hy, ku mos me hy. Mirë po i drejtori, i kishte thënë orkestrantave, mund të ndodhin kja gjatë shfaqjes, po ju mos e konsideroni në hymjet e tij. E ditë se kjo do ta ngatrote, se s'munden të ketë dy drejtues orkestra. Po ai vazhdonte punën e tij gjithnjë me partiturë dhe kur shpërthej inovacionet në shfaqjen e premierës, ky ishte të marrë me partiturën e vetë, kap një për orkestrant e drejton se s'po dëgjote as ovacionet e sallës. Deri këtu shkoi tragjedia e këtij. Ka kulme. Ndërkohë që është në kulmin e suksesit, ai ndoshta nuk e ndjen aq mirë këtë, sepse ka humbë dëgjimin dhe mund të shkruhet një kryevepër pa pasur dëgjim.
Ashtë Dhe ndërkohë edhe të shikuarit ishte i dobësuar shumë, apo jo? Nuk kam gjetë, për pamin, jo. Është interesante me gjetë një letër që është gjetë 25 vjetë mas vdekjes Beethovenit. Këtë ja ka shkru 2 vëllezërve, po edhe të tjerëve, thotë. O ju që më deklaroni mua armiqësor, kokfort apo mizantrop. Ju nuk e dini pse jam kështu. Zemra dhe shpirti im, që prej fëminis, janë të mushur me ndjenja, dëshira, shpresa, synime për të realizuar veprat mëdha. Por duhet dini se prej 6 vitesh jam gjeni pikëllimit pa shtërrushëm, që po keqësohet nga pavësia e mjekëve të mi. I mashtruar vit pas viti me shpresën e përmirësimit, tashti jam i detyruar të përballoj perspektivën e smundjet të vazhdueshme. Shërimi i cilës mund të marrë vite ose mund të jetë i pamundur. I lindur me temperament të gjallë të zjarrt, të paprekshëm nga diversionet shoqërore. Unë që në moshë të vogël jam detyruar të ha veten dhe të jetoj në vetmi. Nëse ndonjëherë përpiqesha të mos e merrja parasysh këtë situatë, problemet komplikoheshin edhe më shumë. Gjimi, kjo po më shkatron jetën. Nuk ishte lehtë për mua që gjithmonë të sugjeroja të tjerëve të flasin më fort ose ta ulin zanën. O si kur të arrija edhe njëherë dëgjimin perfekt, si atëherë kur askush nuk dëgjote më mirë se unë nga ana profesionale. E di që kjo nuk do të realizohet, prandaj me falni që ju shmangem e nuk zoj dot me ju. Fati imi keq më vret shumë. Nuk jam gjendë të shijoj qëndrimin në shoqërinë, diskutimet, shkëmbimin reciprok të ideve e tjerë. Unë mund të funksionoj në shoqëri vetëm për nevojat urgjente të mia dhe sa herë që e bëj këtë duhet të kaloj një ankth për vlus nga frika se do ta gjaj veten në vështirësi kur të demonstroj paaftësinë time komunikuese. I këshilluam nga mjekët sa të jetë e mundur të kursej dëgjimin, u pajtova me gjendjen duke luftuar me dëshirën e madhe që më kap ndonjëherë për taku njerëz kur nuk i bëj dot ball tullnimit. Sa i poshtruar nihem kur dikush pranë me dëgjon flautin e unë asgjë. Dikush tjetër dëgjon këngën e bariut e prap unë asgjë. Kjo më dëshpëron pa mas, aq sa më vjen të jap fundjes. Vetëm arti po më ngjall. Duket e më mund ta la botën para se ta... Vërtet një dramë. Ai vdiq në mirim, pothuajse, i varfër, megjithëse ishte kaq i pasur me muzikën e tij. Por vlerësimet për të ishin të jashtëzakonshme. Pikërisht libri në një pjesë të tij i drejtohet këtyre vlerësimeve të njerëzve të mëdhenj për Beethovenin, apo jo, profesor? Tash vlerësimet për të janë maksimale, megjithëse tek tuk si gjithmonë gjena në kundërshtar. Me prit për Baudelaire, një nga shkrimtarët, poetët e mëdhenj të historisë të letrave botnore, që jep një konsiderat as pak të mirë për muzikën e Beethovenit. Tash ai ishte muzikant i mirë fill, po njeri i kulturuar që sigurisht edhe njohjen për muzikën e kishte. Edhe të gjithë këto që gjajshin kleçka për me kritiku muzikën, e lidhshin këtë me gjendjen e tij shpirtërore, me mosnigjimin, me mungesën e familjes, me karakterin her pas here të vështirë. Beethoven e arrin deri atje sa edhe kur shtron një banket me ata që e kishin ndihmuar për vëmjen në skenë të simfonisë 9, aty në banket krijon një kontradikta, qohen njerëzit e ikin, po ata që e njihshin shumë mirë, thot autori, gjithmonë e kuptoshin dhe ja të kaloshin. Bile ka një rast këtu, i vllai Dux, atëhershëm të Austrisë, emnohet një post të rëndësishëm, edhe Beethoveni, në që e kishte pas student vetin. Ai merrte muzikë për hobi kështu. I shkru një letër, ku i nep do këshilla, si me dhan një nxënësit vet prap të menduar. Prap në atë raport. Mirë, po thotë ky shkruesi, ai qeshi dhe kur e pa, t'ja çote dikush tjetër atë letër, do t'ja kthejte 5 fish, derisa letra ekziston sot, i ka sekretarit ruje në arshiv edhe këte. Profesor, duke marrë një libër të tillë në dorë,
Mendoni se i drejtoheni një lexuesi të kultivuar, apo edhe një lexuesi që dëshiron të përpi faqe të njohurive rreth muzikës, rreth njerëzve të mëdhenj? Çfarë niveli kërkon libri juaj për ta kuptuar? Kjo mund të jetë ajo që më ka pëlqyer më shumë tek libri. Ky nuk është një shkruas thjesht, Beethoven i lindi këtu, shkoi këtu, bani këtë, shkoi atje, u ngatrua me këtë, u shkoi mirë me filanin. Ky e ka lidh. Edhe vetë titulli, si thotë Simfonia 9, Beethoveni dhe bota në shekullin e 19, domethënë në kohën kur është shkruar. Këtu flet për periudhën historike të e marrë nga politika, ekonomia, në fushën e artit, përplasjet e rrymave, kalimi nga klasicizmi me Haydnin, Mozartin, Beethovenin e qunë si ndërmjetës mes këtyne në kalimin, romantizmi që fillojnë në fund të shekullit 18 dhe të ka mas gjysës parë të shekullit 19. Pra, e ka lidhë jetën e atë librin komplet me ngjarjet në Europë, me luftat, me revolucionin francez, me Napoleonin, pse Beethovenin fillim ja kushtoi simfoninë e tretë Napoleonit dhe më pas ishte i prirur me vlerësu gjenitë në kujtim të një njeriu të madh, kështu e ka dediku. E nërroj titullin, e tha, kjo në kujtim të njeriu të madh, kur perandor, ajo u ba perandor Napoleoni. Nuk i pëlqeu më pas. Pëlqeu diktatura. Megjithëse në fushën e politikës herë mas herë ne të mendime që të kishim një njeri si Filani për shembull ta drejtojë vendin. Hala njihej sistemi demokratik. Profesor, ju bët një promovim në rrethet artistike. Si u ndjet? Sepse aty vërtet në shkollën artistike Prenjakova është vendi ku gatuhen artistët, por që ka edhe shumë artistë si dhënës, por që mblodhi edhe pjesëmarrës të jetës artistike të qytetit. Si u ndjet në atë promovim që u bë? Aty më lëvdon fort, i thash, kur thanë thuj dy fjalë. Po të sjellësh një vepër të tillë. Që më habiti, nëse nuk i ka bën për kompliment, ishte fjala e profesor Zia Vuks, që i ka pëlqyer edhe përkthimi, domethënë gjuhën shqipe. Unë jam një lexues, domethënë tani jetën, edhe kjo mund të sjellësh. Ai leximi siç duket ka lanë, se kam provu vetë me shkruar. Unë kam pritur me shkruar edhe letër, tani jetën time, s'jam marrë me këtë punë. Po njerëzit e mëdhenj të frymëzojnë. Nuk e di, ndoshta kam kriju një bagazh letrar të tillë sa me. Sigurisht ky nuk hyn në librat artistik. Nuk është roman. Është më i thjeshtë më për këtë. Është më i thjeshtë më për këtë. Nuk ka figura letrare që kërkojnë në fakt, në hershmëri ka qenë një libër monumentet të mjeshtrave muzikore. Po, ka një libër. Gjë që nxënësit e atëhershëm e kërkonin me etje, ndërsa të tillë libra, të cilët edhe gjenden, por duke u drejtuar një vepër të tillë, patjetër që është me një interes të veçantë. Në atë promovim të pranishëm, natyrisht dhe nxënës, por edhe muzikant të mirënjohur, Bardhyl Hysa, për shembull ka bërë një vlerësim analizë muzikore të veprës dhe të librit, por edhe nxënësit që kanë interpretuar pjesë nga Beethoven e kanë zbukuruar patjetër një promovim të tillë, apo jo? Sigurisht, unë me ta shumë i kënaqur, bile salla nuk ishte. Si në kushte pandemie? Kushte pandemie, e dita nuk u gjet tamam, ishte ditë pushimit për shkollën, edhe njerëzit hezitojnë me dalë ditë shtunë. Unë vlerësova cilësinë e auditorit më shumë. Më pëlqyen domethënë. Ato njerëz që ishin aty nuk ishin kot, ose s'kishte ardhur për hatër. Si është ajo që të ngro? Edhe unë me e kënaqem, bile më shtyn botuesi, mesa e me Rozafa, që është ma afër këtyne
me ba një provojim, po s'm duket krijimtari, thash. Sa është krijimtari i përkthimi? Po, Si kisha, shkon bashkë me autorin. po sigurisht, po ç'a di. Nuk mund të rri pa theksu marrëdhëniet e Beethovenit me Wagnerin. Wagneri është një personalitet shumë i madh. Jo vetëm muzika, i ka qenë erudit, ka marrë blitë edhe shkenca. I është drejtuar ciklit të Nibelungve me operat e tij madhore, ato janë shumë të gjata, 13 opera ku nga 4-5 janë Unaza Tannhäuser, Unaza Nibelungut. Unaza, cikli i Nibelungve përfshin shumë. Unë kam pas fatin një pa 2 opera ti në New York, Metropolitan, kam kanë një për çdo sezon artistik, 1 ose 2 opera i kam pa për 13 vjet që kam ndaj në Amerikë. Edhe e quj nër një ushqim i madh shpirtëror. Jashtëzakonshëm. Po me i pan Metropolitan opera, me dirigjentat mëdhej, me artista të mbledhur nga bota. Kjo do të thotë, profesor, që pavarësisht se keni deklaruar, ndoshta ky libër të hedh dëshirën për të tjerë botime, përkthime, ndoshta te Wagneri apo ndonjë kompozitor tjetër. Wagneri që ishte njëri shumë i komplikuar, racist, egoist, i vrasht me njerëzit, nuk konsiderote kërkën, jam gjithkun unë, edhe po t'ja livdojsh një vepër të tij, ti thoshe shumë e mirë, a i smete i knaqën, po të mos i thoshe, ishte ma e mira, ose ma mirë edhe se filanit edhe filanit, pra pretendote gjithmonë shumë. Për te nuk ishte të barabartë. Kur në gjej Beethovenin, u kthy me studiu me hollësi, dhe një moment kur po merrej me të sidomos opera Fidelio, se vetëm një opera ka shkruar Beethoveni. E shoqja po silleni për shtëpi me nervozizëm. E pranoj, thot, që unë s'do të arrij kur me shkru në nivelin e këtij njeriu. Ishte hera me kë krijoi Chelsea e muzikës. Mandej prap, nga që ishte shumë i mushur me vetë, po ky Chelsea do ta muaj unë. Profesor. Pra, me të livdu, Wagner ishte suksesi i madh. Profesor, ishte shumë interesante biseda juaj. Shumë kënaqësi që ju ishi në studion Mirëmëngjes Shkodër sot. Duke sjell në vëmendje një njeri të madh, siç ishte Beethoveni dhe veprën më madhore të tij, siç është Sinfonia 9. Natyrisht ne i drejtohemi një bote të madhe, kulturore, të njerëzve të mëdhenj, një epoke të ndritur që rrezaton. Dhe ndoshta pikërisht këtu qëndrojnë vlerat, sepse një vepër që shkruhet në një kohë të caktuar ka jehonën dhe vlerësimin e nuk mbaron kurrë së reshturi të jetë super e pëlqyeshme për brezat, për kohrat. Ju falenderoj shumë që keni sjell këtë vepër para lexuesit. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë sot e Mirëmëngjes Shkodër. Mbeteni një qytetar i nderuar, shumë i dashur, i respektuar, një muzikant, por edhe një njeri, një intelektual me horizont të veçantë. Ju falenderoj shumë. Ju uroj i keni gjithashtu prej meja që më ftohet këtu më dhatë mundësime, i plan 2 fjalë të kësaj vepre, edhe për fjalë komplimentet që... Jo, këto janë vërtet që i ndjej, i them. Uroj që kjo të jetë një dashuri që të vazhdoj edhe me vepra njerëz, personalitetet të shumta, gjë që i bëjnë ato më të afërt me lexuesin. Ju falenderoj shumë. Jo thashtu, falenderimet e mia.